dëshiroj që çdo futbollist ta jap maksimumin në fushë, të jetë i përqendruar, ta ketë një karakter fitues, luftarak në kuptimin sportiv dhe të vim deri te rezultati. Me 21 prill Ramis Krasniqi prezantohej si trajneri i Prishtinës, derisa kur kishin mbetur edhe 2 ditë para se martesat i bënte 6 muaj, palët i ka ndarë rrugët pikërisht në momentin kur klubi po kalon nëpër periudhën më të zezë në 15 vitet e fundit. Trajneri i Prishtinës dha dorëheqje të parevokueshme një ditë pas barazimit në shtëpenda i Drenicës, që ishte kapaku i rezultateve të dobta të skuadrës bardhë kaltër në 10 xhirot e para të Raiffeisen Superligës. Dëshpërimi i thellë i Krasniqit vërehet më së miri në sytë e tij gjatë një interviste për Tribuna Channel, ku theksoi se mbase vendimi për dorëheqje ka qenë pak sa i vonuar. Me i tregu drejt, kjo ndoshta vendimi pak është vonuar, ne kam planifikuar se kam paramendu shumë më herët, sidomos mas xhiros 2 dhe 3, se si edhe në fillim kam cek që fondi i lojtarëve nuk është kualitativ. Në mesin e të gjithë këtyre futbollistëve mund mi veçuar një 5-6 futbollistë që janë cilësorë edhe normalisht që janë ata që mund mi mbron ngjyrat e Prishtinës. Në fakt, sipas Krasniqit, kryesia e klubit ka tentuar deri në momentet e fundit ta mbajë atë për së paku deri në fund të edicionit, por ai veç se kishte vendosur për lamtomirën e parakohshme. Masi kam dhënë dorëheqje, më kanë ftuar dhe kena biseduar në mënyrë tamam profesionale, korekte, edhe normalisht kanë kërkuar për me tjes ende aty, po i kom falenderoj, po me të vërtet nuk kam mujtë, sepse më ka bërë diçka për smrani që Prishtina tjetë në këtë pozit, është e pakuptueshme. Unë jam vetë një trener i cili kërkoj shumë për futbollistëve, që do të edhe nga aspekti i punës edhe normalisht përgjithësisë, po të këta ka qenë krejtësisht diçka tjetër, që do të shumë mangësi ka pas teknike profesionale për me kërku të ta. Edhe normalisht rezultatet kanë bën të vetën që kërkesa edhe dhënia, se thot produkti ka qenë krejt e kundërta, atëherë normalisht nuk kam mujt me duru, edhe normalisht kam dhënë dorëheqje sepse një egoimi, një karakterimi nuk më me leju që thot të jetë Prishtina në këtë pozicion. Por kush janë shkaktarët që e sollën Prishtinën në këtë gjendje? Futbollistët apo neglizhenca kryesisë? Krasniqi nis nga grupi i lojtarëve, ku shumica sipas tij nuk ishin të gatshëm për ta bartur një fanellë që peshon kaq shumë si kjo e Prishtinës. Jam adin kështu jo korrekt, adin nuk du mi përmend emra, po është një grup lojtarësh i cilë për shembull janë momentalisht në Prishtinë, janë lojtarë të mirë. Vetë fakti tregon, edhe unë nuk e mohoj atë, po janë lojtarë që nuk mundin me përballu ngarkesën edhe përgjegjësinë në Prishtinë. Prishtina kërkon përgjegjësi shumë përgjegjësi, edhe normalisht atë përgjegjësi nuk mundin me përballu. Është vështirë të luhet në Prishtinë se kërkesa janë të mëdha, lypet gjithmonë rezultat pozitiv. Edhe disa lojtarë ose një grup lojtarësh janë mësuar pavarësisht nga situata, nga rezultati 0-0, bora se humbje, është një lojë. Jo, është përgjegjësia shumë e madhe, ngarkesa shumë e madhe, të cilën ata nuk mujnë me mbajtë, që bora është e rënë për ta. Për të dalë të vlerësimi për kryesinë e klubit, Krasniqi rithekson se angazhimi i drejtuesve para fillimit të kampionatit ishte minimal. Vetë fakti që na nuk kemi marrë prej fillimit, që do të futbollistë cilësor, futbollist kualitativ, unë nuk më kujtohet, unë jam moti në Prishtinë, po nuk më kujtohet që Prishtina ka pas që si lloj fund lojtarësh, një prej madove që ka prej viteve, po thoj se 2000, apo kujton, nuk di pse ndodhi kjo. Komenti i fundit është për të ardhmen që mund të ketë kjo skuadër, me Krasniqin që këmbëngull se ndërhyrja në afatin kalimtar të janarit është domosdoshme. Patjetër duhet të angazhohen një 4-5 futbollistë, është domosdoshme. Patjetër patjetër duhet vinë një 4-5 deri në 6 lojtarë, të rregullohet situata në ekip, ose në konkurenca mes futbollistëve. Ajo është pozitive dhe ajo është pasunia e një ekipës ku ka konkurrencë shnosh. Tanja e çfarë merr vëmendje është vendimi i kryesisë për trajnerin e ri. Për trajnerin i cili s'do të ulet më në bankinën bardhë kaltër për të synuar titullin kampion, por për të gjetur formulën e ikjes nga zona mbijetesës, të cilën tifozët e Prishtinës s'do ta shihnin as në ëndrrën më të keqe. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long